Para zgjedhjeve, disa aderime patin në parti kryesore politike në vend. Më së shumti patin në LDK, pastaj në PDK, AK edhe vendosje. Por sa vota kanë marrë deri më tash aderime të reja? Ermal Sadiku është në rrugë që të siguroj ulësin e deputetit. Pas 70% të votave të numëruara, Sadiku aktualisht ka mbi 11.000 vota. Një numër të konsiderueshme votash ka marrë edhe Adelina Thaçi Meta, e cila aderoi në LDK. Ajo deri më tash ka mbi 10.800 vota. Kurse generali Gëzim Hazrolli, që gjithashtu aderoi në LDK, ka mbi 9.600 vota. Gazetari Festim Kabashi deri tash ka mbi 4.470 vota, kurse Gëzim Kasapolli mbi 1.900 vota. Në PDK kishte aderuar mjeku Adriatik Berisha. Deri më tani, ai ka rreth 11.380 vota. Kurse ish kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, që shkoi në PDK, deri tash ka mbi 4.590 vota. Shkumbin Demaliaj, që me iniciativën e tij u bashkua PDK-s, deri tash ka siguruar rreth 4.050 vota. Në vetëvendosje për herë të parë garoi Rufke Suma, ish kryetari i Hanit të Ilezit. Ai ka siguruar pothuajse ulësën në kuvend, me mbi 25.062 vota. Analisti Blerim Gashi, që u bashkua Guxës, gjithashtu është në rrugë të mirë, pasi ka marrë rreth 17.300 vota. Më dobët është Viktor Buzhala me 8.230 vota. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës aderoi Agim Çeku, i cili ka mbi 11.550 vota, kurse Burim Ramadani mbi 10.380 vota.